Bismillahirrahmanirrahim. Një ndër mirësitë shumë madhore të agjërimit është se pejgamberi alayhi salatu wassalam agjërimin e ka quajtur mburoj. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, agjërimi është mburoj. Kur ndonjëri prej juve të jetë agjërueshëm, atëherë mos të flas fjalë të dyta dhe mos të veproj me ignorancë. E nëse ndonjëri e fyen apo dëshiron të ngatërohet me të, atëherë le të thotë, unë jam njeri që agjëroj. Unë jam njeri që agjëroj. Që do të thotë, agjërimi që unë e baj për Zotin tim, më mbron mua që ta zbres veten në këtë nivel të ulët, që të fyen me ty, apo të ngatërohen me ty. Ka se kur besimtari e mediton se në çfarë adhurimi madhor është, dhe se si vijnë shpërblime shumë madhore për të, si rezultat i agjërimit, atëherë kjo e bën që ta mbroj veten nga ky moral i ulët, që është fyrja e të tjerëve, apo nga tërresa me të tjerët. Për këtë agjërimi është mburoj për besimtare, nga se e mbron nga fjalët e pahishme që nuk i takojnë karakterit të muslimanit, edukatës së muslimanit, dhe e mbron besimtarin nga veprimet e pamatura të cilat mundet me i bën në raport me tjerët. Jo ndoshta duke fillu ai, mirë po që shkaktohen me nxitjen e të tjerëve, por megjithatë, besimtari kur ka parasysh agjërimin e tij, këtë ibadet shumë madhor në raport me Zotin e tij, bën që të stopoj veten nga fjalët të cilat nuk i do Zoti xhalla xhelaluhu dhe nga veprimet të cilat nuk i do Zoti xhalla xhelaluhu dhe e ulin shpërblimin e agjërimit të tij. Pra, agjërimi është mburoj, nga se na mbron ne që të jem prej atyre që flasim fjalë që e hidhrojnë Zotin, apo të bëjmë veprime të cilat e hidhrojnë Zotin ton. Elus Allahun xhalla xhelaluhu që të kemi të gjithë agjërim të pranuar.